vëmendje të madhe atë që ka ndodhur atje. A duhej, ose kujt i duhej ky sulm në këtë moment? Sepse Izraeli kishte një front në Gaza, kishte po ashtu një front tjetër duke luftuar Hamasin dhe Hezbollahun në të gjitha anët, ka ndërmarrë një seri sulmesh, po ashtu janë edhe rebelët Houthi, ka patur edhe sulme në Siri, Izraeli, dhe duket sikur e ka zgjeruar atë rrethin e vet të sulmeve përtej Gazës. A është kaq i fuqishëm sa të mund të mbajë gjithë këto vatra zjarri njëkohësisht ndezur? Shiko, kujt i duhet ky sulm? Ndërkohë që Izraeli ka hapur disa konflikte për rreth vendeve të cilët e rrethojnë. Mund ta themi kështu, Izraeli prej vitesh po përgatitet për të kryer sulmin final, që është rrëzimi i regjimit të Ayatollahëve dhe eliminimi i armëve apo tentativës për të krijuar armë bërthamore nga Irani. Pra kjo është misioni i Izraelit. Për të arritur një mision ka disa etapa. Etapat e para është eliminimi i rreziqeve për rreth këtij shteti. Dhe eliminimi i rreziqeve është duke luftuar, duke eliminuar, duke nxjerrë jashtë luftimit të gjitha rreziqet që i vinin për rreth, që në finale ishin të financuara dhe të trajnuara po nga Irani. Pra, nuk është se Izraeli e kishte të papritur sulmin ndaj Iranit, por ishte çdo gjë e planifikuar dhe e koordinuar. Unë komandanti e dim që 1/3 e një lufte është planifikim, kështu që besoj që Izraeli ka marrë edhe më shumë kohë për të planifikuar gjithçka, për të arritur në ditën finale 13 qershor, për të kryer një sulm ndaj objekteve strategjike dhe objekteve të prodhimit të uraniumit, aty ku mendohet që mund të krijohet një armë bërthamore, në mos e ka krijuar tashmë Irani një të tillë. Mendoni që mund ta ketë krijuar? Unë mendoj. Sepse është shfaqur një video në rrjetet sociale të mediave shtetërore iraniane që një dorë përkëdhelte po themi një bombë që kishte shenjën e rrezikut bërthamor. Kam hasur atë, nuk nisem nga kjo, nisem nga analiza. Nga filmat që ne kemi parë, bomba bërthamore është diçka më e madhe. Ajo ishte si shumë e vogël apo jo? Ajo është një imitim në miniaturë të një modeli të një arme bërthamore, por nuk ka lidhje fare me armën bërthamore, por mendoj që është edhe një prodhim i inteligjencës artificiale për të shitur klikime dhe në kohën sot ku jemi për të rritur pensionin ndaj Izraelit. Po pra, është një farë mesazhi, por nuk nisem nga kjo, por nisem nga mënyra se si ka ndjek Irani planifikimet, si e ka vazhduar programin e saj, sepse njëkohësisht kur themi që Izraeli ka kohë që përgatitet për të sulmuar Iranin, Irani prej vitesh ka rrethuar nëpërmjet këtyre grupeve Izraelin dhe ka kryer sulme të njëpasnjëshme. Kjo për të testuar forcën e Izraelit, kjo për të mbajtur Izraelin nën tension dhe për të mos e lejuar Izraelin të fokusohet 100% tek një sulm final, siç ishte sulmi i ditëve të fundit. Pra, të dy vendet kanë qenë të përgatitur, të dy vendet kanë planifikuar një përplasje të tillë dhe ne e pam që edhe pse Izraeli kishte menduar dhe kishte hartuar dhe planifikuar një sulm ku mendonte që do të bënte për 24 orë gjunjëzimin e Iranit, krejt e kundërta ndodhi. Irani, edhe pse ju eliminua e gjithë elita drejtuese ushtarake, ashtu siç edhe shpjeguan dy kolegët më parë, me një mision mjaft të jashtëzakonshëm, mund të themi, nga struktura e Mossadit, i cili detyrën e vet funksionale e ka jashtë territorit të Izraelit, pra jurisdiksionin e tij e ka jashtë shtetit dhe nuk ka asgjë brenda shtetit Izraelit, dhe kjo është një farë kurioziteti për thënë dhe për përqendrueshmërinë dhe për treguar rëndësinë që i ka dhënë Izraeli kësaj strukture dhe kryesisht merret me vendet për rreth saj, linjë mesme, por fokus kryesor e ka tek Irani. Tashmë, ky konflikt mendoj që ka qenë llogaritur, ashtu siç thash, për të eliminuar rrezikun bërthamor nga Irani dhe për të rrëzuar regjimin e Ayatollahëve me qëllim që të përgatitej atje një situatë e tillë si në Siri. Mendoj që deri tani disa gjëra kanë shkuar gabim. Çfarë ka shkuar gabim? Mendoj që planifikimi dhe shiko, ajo që është më e rëndësishme dhe që ka mbetur enigëm është që Ali Khamenei njihet si nga liderët më sekret
dhe veprimet e tij janë gjithmonë në fshehtësi dhe këtë e ka si armën e tij më të fortë. Gjithmonë është menduar që shërbimet sekrete izraelite, por edhe ekipet e kontrollit apo e vëzhgimit të armëve bërthamore kanë patur pjesërisht nën kontroll të gjitha bazat dhe vendet ku mendohet që kryhet ky proces. Por ka rezultuar jo e vërtet, sepse bazat dhe vendet ku Irani i ka përdorur për të zhvilluar jo vetëm uraniumin, për pasurimin e uraniumit, por dhe për prodhimin e raketave të fuqishme balistike, të cilat i kemi parë dhe ditët e fundit që i kanë përdorur, jo të përdorur më parë, në sulmet e para ka përdorur raketa të cilat edhe dëmin, edhe fuqinë e kishin më të vogël, por në ditët e fundit mendohet që raketet balistike janë të një rëndësie tepër të veçantë dhe të shkatrimit shumë të madh. Dua të ndalem pastaj te dallimi, se ne i kemi dëgjuar raketa balistike dhe raketa hipersonike, po dua një shpjegim për publikun që nuk është i familiarizuar me këto terma. Po ka ndodhur ajo general që do të ishte ëndra e çdo generali përballë ushtrisë armike, të eliminonte kupolën drejtuese të ushtrisë armike. Si a doli Irani që në një kohë kaq të shkurtër të mobilizohej dhe të mos e vuante kaq shumë zhdukjen, vrasjen, eliminimin e kupolës drejtuese? U vra shefi i shtabit, zëvendës shefi i shtabit, që mund të ishte njeriu që mund ta pasonte, general të rëndësishëm, shkencëtarët e bombës bërthamore dhe të tjerët u trembën. Po si a doli Irani? Si mendon që ja ka dalë Irani që ta zvendçojë në një kohë kaq të shkurtër kupolën